Të dashur shqiptar, sot do t'ju lexoj artikullin origjinal të Hasan Cekës, themeluesit të revistës Iliria, të cilën unë kam gjetur rastësisht si student në bibliotekën kombëtare aty ku punonte tezja ime. Kur kam parë për herë të parë, nuk merja do të frym. Kjo revistë është botuar kur unë isha 1 vjeç, në vitin 1971. Isha foshnjë. Po mësoja fjalët e para shqip. Ky është Hasan Ceka, babai Neritan Cekës. Njeriu që ka bërë apokalips. Do të marr frym shumë thellë, se më kujtojnë emocionet e para kur e lexova këtë revistë. Se çfarë ndjeva. Artikulli. Thesari i Ubicës, hallk tjetër me rëndësi për renditjen kronologjike të drahmeve ilire. Ilirët i thonin monedhave drahmi. U kujtoj se ishte shaka. Drahmi. Thesari i Ubicës, i gjetur në Koplik rrethi i Shkodrës, si zakonisht, gjetjet e këtij lloji i detyrohet një zbulimi të rastit. Ai ju rrëmbyet tokës, ruajtjes të së cilës i që besuar një pronar i panjohur aty nga muaji tetor apo nëntor i vitit 1965, duke lëruar me traktor një arë që shtrihej disa dhjetra metra larg hyrjes së shtëpisë së kooperativistit jubicar Zef Miculit. Sipas dëshmisë së fshatarëve që i zbuluan dhe i mblodhën monedhat e Thesarit, kryekëput, drahme, argjenti të qyteteve Dyrachion, Apollonia, këto duhet të kenë qenë vendosur në një enë balte. Për fat keq, nga kjo enë nuk që e mundshme të shohim veç se fragmente pa rëndësi, kështu që nuk mund të thuhet gjë as për formën e madhësinë e saj, as edhe nëse ka qenë fjala për keramik lokale, sikurse duhet të mendonim në radhë të parë, apo për enë të importuar të tipit dhe teknikës Helene. Ilire Helene, thot Hasan Ceka. Ky është artikulli i parë revistës Iliria. Një sondazh i bërë këtu nga sektori i arkeologjisë, Institutit të Historisë e të Gjuhësisë, nuk dha ndonjë të dhënë të re. Gjetjeve të mëparshme ju shtuan dhe 2 drahmi të tjera. Nga 138 copë drahmi të mbetura janë prerë në Apolloni dhe vetëm 47 copë mbajnë monogramin e qytetit vëlla Dyrachion. Ky raport sasior del krejt pa pritur për ne, për arsye se në të gjitha thesaret me drahme të 2 qyteteve që njohim, qofshin këto të zbuluara në Shqipëri apo jashtë territorit të vendit ton, kanë qenë pikërisht drahmit e Dyrahut, ato që mbizotëronin, madje në një përqindje mjaft të lartë. Një raport si ky do të mund të pritej dhe as që do të dukej i jashtëzakonshëm, në qoftë se Thesari do të kishte dalur në dritë nën hinterlandin e Apollonisë dhe jo në territor si yni që duhet të qenë vazhdimisht në ndikimin ekonomik të Dyrahut të afërt dhe jo Apollonisë së largët. Për këtë arsye, ky raport nuk mund të jetë i rastit, por duhet të merret si pasojë e një krize ekonomike financiare që kalonte Dyrachioni në kohën e fshehjes së Thesarit, krizë kjo që i vuri marrëdhënie tregtare të qytetit me prapatokat ilire në një gjendje inferioriteti përkundrejt Apollonisë. Marrëzirat e Hasan Cekës. Kjo gjetje e pasqyruar qartë në Thesarin ton, sikurse lënë të supozojmë vetë monedhat, u detyrohet kryesisht shkaqeve të jashtme luftarake për të cilat do të flasim më poshtë. Thesari i Ubicës me sa dim është i treti gjetur në vendin ton, që përbëhet tërësisht prej drahmesh të 2 qyteteve të mëdha të Bregdetit Ilir. Për të parin thuhet se u zbulua në vitin 1896 në Dyrachion, në kohën e pushtimit të Turqisë,
por nuk jepen hollësi nëse brenda në qytet apo jashtë tij. E përsëris. Në kohën e pushtimit turk janë zbuluar thesaret, jo nga Akademia e Shkencave. Ky thesar u shit pastaj në Trieste dhe përfundoi pjesërisht apo tërësisht në kabinetin numizmatik të Vienës në Austri. I dyti doli në dritë në vitin 1920 në qytetin Lisos të Lezhës në breg të Drinit. A shikoni, asnjë zbulim s'ka bërë Akademia e Shkencave, që u krijua në vitin 1972. Bëhet fjalë pra për thesare të gjetura në periudhën e Turqisë dhe mbas pushtimit turk dhe të dërguara në Austri. Këto vitet e fundit ja shkëputën ruajtjes së tokës në 2 pika të periferisë të ngushtë të Tiranës dhe në katundin gjonmë të Elbasanit edhe 3 thesare të tjera. Pra shikoni, ishte kohë ta lexojmë të gjithë artikullin. Zbulimet e këtyre thesareve janë bërë gjatë periudhës së pushtimit turk nga ekspedita austriake me leje të sultanit. Merrni frym thellë. Janë bërë 200 vjet më parë. Kanë mbetur në muzeut e Vienës. Çfarë bënin tash ti austriakët? Nuk i botojnë këto. Marrin Hasan Cekën, që ishte një bari, pa asnjë lloj arsimi, i japin gratë shkencore në Austri. Shikoni çka ka ndodhur. Apokalips. Dhe i thon, boto një revistë dhe nxirri këto monedha në revistën tënde. Revista është botuar në vitin 1971, ku isha unë 1 vjeç. Sot. Artikulli është shumë i gjatë, pra Meritan Ceka thotë që janë të gjitha helene, greke. E ka thënë i pari Meritan Ceka, Hasan Ceka, i babai i tij, që të gjitha shkrimet, monedhat janë greke. Mi pa i nuk kupton një gjë shumë të rëndësishme, sa ka ritur ta kuptoj. Sepse Hasan Ceka ishte ignorant. Hasan Ceka se ka kuptuar që është zhvilluar një degëzim i veçantë i gjuhës greke. As austriakët se dinin të plot. Ka dalë mbas leximit tim të revistës Iliria. Merrni frym thellë. Këto quheshin fjalë barbare shpesh nga grekët, sepse greqishtja në Iliri ka evoluar. Është bërë një greqishte tjetër, por greqisht është tamam. Merrni frym thellë. Grekët në Iliri kanë sunduar për më shumë se 1200 vjet dhe kjo matet me monedhat që ka botuar Hasan Ceka, po s'janë zbulimi i tij. Çdo monedhë ilire përfaqëson një vit, që Hasan Ceka se di. Çdo monedhë ilire ka një emër të ndryshëm, Hasan Ceka se di. Qytet-shtetet greke, ilire, pra kemi të bëjmë me iliro-greqishte. As grekët vetë se din, as Athina s'digja para këtyre filmave të mi. Greko-ilirët ishin demokrat. Në çdo qytet greko-ilir zgjidhej një prytan. Dhe kjo quhet gjuhë pellazge, gjuhë e panjohur për grekët. Prytan në gjuhën greke do të thotë rektori i universitetit. Qyteti Apollonia jonë në Fier, është Apollonia e parë origjinale sipas fjalorit të Bizantit. Janë ndërtuar 26 qytete Apolloni. Domethënë, iliro-grekët kanë pushtuar të gjithë Mesdheun dhe kanë ngritur 26 koloni me emrin Apollonia dhe këto qytete u bën në fillim qendra kulturore, universitete, 26 universitete greke ilire. Greke ilire, jo shqiptare, dhe
Fjala rektor universiteti është bërë kryetar bashkie në qytetet e reja greko-ilire të shpërndara në të gjithë Mesdheun. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Prandaj quhet gjuhë barbare sepse për grekun rektor, si tek ne, rektor universiteti. Mendo ti tash të krijosh një koloni në Azinë e Vogël, në Turqi, një koloni shqiptare, dhe atje kryebashkiaku të quhet rektor, sa ashtu ishte. Tani për ne kjo është rektor. Për kolonin ton në Turqi do të ishte kryebashkiak. Atëherë për ne kjo është gjuhë barbare, sa kuptojmë. Po kjo s'do thotë që nuk është gjuhë shqipe, pra edhe ilirishtja greqishte, kjo gjuha pellazge, greqishte është, por me qenë se është degëzuar kjo çdo fjalë, ka marrë kuptim tjetër në rrethana të tjera, rektori i universitetit është kryebashkiaku. Safet Gici. Safeti, o Safet, o Teti, o kryetari i bashkisë i regjistruar me lavire. Bo. Një sekond, I'm recording. Wait a minute, I'm recording. Tani. Kjo është përtej çdo lloj emocioni, përtej çdo lloj përfytyrimi, që është quajtur gjuhë pellazge, një gjuhë në të cilën rektori i universitetit të parë të botës në Apolloni është universiteti i parë i botës, rektori në qytet-shtetet greke ilire bëhet kryebashkiak. Dhe çdo monedh ka vetëm një emër dhe mbiemër. Është emri i djalit dhe emri i babait si mbiemër. Por është çdo herë ndryshe, sepse ishte demokracie plot greko-ilire. Rektori bashkiaku zgjidhej vetëm një herë. Kjo është demokraci, nuk mund të rizgjidhej prap. Do të zgjidhej dikush tjetër. E dyta, ai rinte në pushtet vetëm një vit dhe në qoftë se e tepronte, si Safet Gici, si Teti, e hiqnin Safetin. I bëni një vot mosbesimi dhe e hiqnin. Dhe emri i tij fshihej nga monedhat. Pra ka shumë Safet grek që kanë bërë pislëqe, korrupsion, janë marrë dhe me laviret, dhe emri i tyre është fshirë, pra shumë monedha nuk ekzistojnë më. Ndërsa këta rektorët e famshëm, të ndershëm, të shquar, emrat e tyre janë ruajtur. Këto monedha fillojnë dhe marrin vlerë, që ta dini ju, kohore. Nga që çdo vit zgjidhe një monedhë e re, monedha e vjetër bëhej dhe më e vlefshme, sipas vjetërsisë. Pra, në qytet greko-ilir, sa më e vjetër të ishte koha kur u zgjodh bashkiaku, aq më e vlefshme ishte kjo monedhë. E jashtëzakonshme, nuk shtypej më. Kjo është gjithë vlera e monedhave ilire, që shtypej vetëm një herë. Kuptojeni thellë vlerën. Vlera është prestigji i rektorit grek. Një njeri që është i ndershëm mbetet model për jetë. Dhe kjo monedh mund të përdorej qindra vjet më vonë. Kjo monedh ilire greke e paparë në Greqi, vetëm në Iliri ka ndodhur kjo. Kjo monedh merr vlerë të veçantë për shkak të prestigjit të këtij personi që u zgjodh vetëm një herë, bëri gjëra të mrekullueshme, ngriti tempuj për Apollon, ngriti tempuj për Afroditën, ngriti tempuj për Zeusin, dhe emri i tij mbeti në përjetësi. Dhe kjo monedh gjithmonë dhe më tepër ka vlerë. Kjo gjë nuk ndodh në Rom. Jo vetëm kaq, edhe mbas pushtimit romak të Ilirisë, vazhdojnë të shtypen monedhat greke në të njëjtin sistem. Nuk ndryshon asgjë, siç thot Marin Mema në filmin e tij më të fundit. Kjo ndërpritet përkohësisht me ardhjen e gotëve në shekullin e 4,
por i ndërtohet dhe njëherë Byllisi nga Justiniani, që ishte me origjinë dardane, po ishte grek ai, jo shqiptar. Justiniani ishte grek nga Dardania, se edhe Dardaninë e kanë pushtuar grekët. Dhe ky Justiniani grek nga Dardania në shekullin e 6 ngre një pllak të madhe në Byllis ku thotë që e rindërtoi murin dhe njëherë mbas një tërmeti të fuqishëm dhe mori fiset slave në punë, pra kishin ardhur slavët në shekullin e 6. Por edhe mbas slavëve ka vazhduar greqishtja. Nuk ndali. Vazhdon greqishtja sepse vazhdon perandoria e lindjes që përdor greqishten. Ilirët në perandorinë e lindjes flisnin greqisht. Pa pushim. Konstantini i Madh ishte grek, iliro grek. Këto perandorët e mëdhenj ilirë janë grek, merrin vesh ju, flisin vetëm greqisht. Dhe ato donin që në Konstantinopol të përdore greqishtja. Ilirët ishin grek, por grek demokrat, që vazhduan traditën e demokracisë edhe gjatë pushtimit perandorak romak. Vazhdonin ata, prodhonin rektor, emri rektorit ishte dhe bashkiak, edhe gjatë pushtimit romak. Kjo s'ndal. Dhe s'ka pllaka latine në Shqipëri. Mund të ketë aty këtu ndonjë emër latin, i shkruaj dha greke, dhe ai është përdor greqishtja në qytet shtetet ilire, edhe mbas pushtimit romak, që ta dini ju, dhe janë mbledhur në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 224.000 pllaka me mbishkrime greko-ilire. Kjo është gjuha pellazge. Është një gjuhë tjetër që ka evoluar nga greqishtja, po është bërë greko-ilire, ka evoluar. Kjo greqishtje ka shkuar në Kroaci, Bosnje, Panoni, Maqedoni, Dardani, Sloveni, madje në Zvicër janë gjetur. Është një qytet Magjia në Zvicër, është qytet greko-ilir. Dhe quhen hyllyroi, sy shtrembër. Sharje, po s'ka gjë. Për sytë e gjarprit, kështu. Për shkak se Kadmos dhe Harmonia, mamaja dhe babai i Ilirit u kthyen në gjarpëri. Dhe sytë e tyre u bën kështu, hyllyroi, sy gjarpër. Pra hyllyroi do thotë sy shtrembër. Kështu. Ndoshta për shkak të syve aziatik të këtyre racave që erdhen këtu, sepse Fenikasit ishin një racë semito-aziatike. U përzien me Helena dhe krijuan ilirët. Hyllyroi, jo shqip, nuk ka lidhje me fjalën ilir, i cili vjen nga latinishtja liber, ilir. Nuk lidhet fare me emrin hyllyroi, sy shtrembër. Prytan do thot rektor. Është bërë bashkiak në gjuhën hillyre greke. Akademia e Shkencave, pra, ka bërë apokalips. Ka restauruar të gjitha qytetet greke dhe të njëjtën gjë ka bërë dhe Akademia e Kosovës. Të çmendur janë. Edhe ajo Tetovës, të çmendur janë, kanë restauruar të gjitha pllakat greke. Kjo është gjuha pellazge, është një greqishte e folur në Iliri, Maqedoni, Dardani, Panoni, Kroaci. Merrni vesh? Kjo është ilirishtja. Hyllyroi, këto janë hyllyrët grek. Ky është filmi më i rëndësishëm që kanë bërë deri tani. Pra, Hasan Cekës i duket ky si një thesar i çuditshëm. Edhe një herë, sa më e vjetër të ishte monedha, aq më shumë vlerë kishte në botën hillyre greke, për shkak të prestigjit të prytanit, rektorit, njëri i ndershëm. Këtë që duat bëjun në Shqipëri, krijimi i idealit, njeriut ideal, ka qenë ideali grek në Iliri. Ta ndjekim dhe atë. S'ka nevojë që një kryeministër të rri 16 vjet në pushtet. Nuk ka nevojë që një kryetar partie të vdes si Lenini në mauzole të Partisë Demokratike, xhenaze. S'ka nevojë. Çdo vit zgjidhet një kryetar i ri partie, çdo vit zgjidhet një kryeministër, çdo vit zgjidhet me rotacion një bashkiak, s'ka korrupsion, nuk ke kohë ta bësh. Dhe po ta bësh, hiqet emri yt, fshihet për jetë jetëve. Tani unë do ju asjell këto thesare një nga një, po ky film është më i rëndësishmi. Sepse austriakët e kanë futur Hasan Cekën në kurth. I dhanë materialin
nga Vjena. E morët vesh? I thanë, botoje, këta në gjyshrit e tu. Na kanë bëjmë hile, na kanë dhënë dhurat. Hasan Cekës dhe Neritan Cekës. E i kanë thënë, botoje, mbaje, je akademik, kujdes nga dhuratat greke, kështu ra dhe Troja. Kjo është dhurata e kalit të Trojës. Ne hapim dyert, lejojmë këtë thesar grek të vinë nga Muzeun Austriak në Vjenë, e kuptoni? Dhe ky thesar është sot në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ky është apokalips. Kemi ringjallur të vdekurit që flasin greqisht i lirisht. Ky është filmi më dramatik që kam bërë në jetën time. Kam dashur ta bëj prej kohësh, por nuk kisha fuqi shpirtërore. Dhe fuqinë ma keni dhënë ju. Kemi arritur 10.000 ndjekës në TikTok. 10.000 ndjekës, e kuptoni apo jo? Por do bën 1 milion. Do bën 1 milion. Hasan Ceka ka bërë apokalips. Apokalips është ardhja e Krishtit në tokë, fundi i botës. Ky është fundi i botës. E ka krijuar në vitin 1971 Hasan Ceka apokalipsin shqiptar. Të njëjtin gabim bën dhe trojanët, hapën dyert kalit të Trojës. Ne i hapëm dyert thesarit Hillyroi në Vjenë. E sallëm këtu. Mori fund Shqipëria. Kjo është dita e vdekjes së shqiptarëve. Por ndoshta, po të më dëgjoni mua, mund ta shpëtojmë Shqipërinë. Jam i pamposhtur. Ju dua shumë dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.